në Amerikë që do kërkojnë me këmbguljen që ndaj Izraelit të vënë në pa raporte dhe marrëdhënie të ridefinuara. Mirë po, kjo nuk varet ekskluziv nga këta përfaqësues, po varet se kush vjen në krye të administratës amerikane. Do të thotë historikisht, mund të them që nga themelimi i shtetit amerikan, 250 vite, të gjithë presidentët kanë qenë në një farë mënyre pak a shumë në vit të njëjtë, të ai çështjes së shtetit të Izraelit, sepse kemë dallime mes asaj orientimit ose qëllime për ndihmë të hebrejve dhe shtetit i cili formuar në vitin 1948. Dhe këtë drejtim mendoj që diçka ka pasur në këtë regji presidenti Kennedy, i cili ka kërkuar që të ketë një balans sa i përket ndoshta edhe raporteve arabo-izraelite që Amerika të mbojë një qendrim të tillë. Por për momentin mendoj që nuk vihet në pyetje bashkëpunimi, përkraja dhe involvimi në cilin edhe në vetë brenda strukturave të shtetit amerikan ka edhe lobi, por mendoj që edhe shërbimet izraelite të cilët ose shërbimi i tyre kyç për operacioni jashtëvendit Mossad, që ka një ndikim jashtëzakonisht të madh, por mendoj që në përgjithësi strategjia e përbashkët mbylli kemi deklaratat edhe të zëdhënësve së shtëpisë së bardhë, do thotë që Amerika në themelet e tij është shtet judo-kristian ose kristiano-judo, të ketë që judaik. Dhe kjo do thotë shpreh tendencën që në politikën amerikane do kemi edhe në të ardhmen një dominim më të tjeshëm të lobit dhe interesave izraelite. A mund të vi momenti, zotë Bilali, kur Izraeli të mos ketë më atë cekun e bardhë të shuajnë pra politik dhe ushtarak nga ana e Washingtonit? Nuk e besoj mund të pësot, me që se ka një ndryshim të opinionit, qoftë edhe medial, pastaj rrjetet sociale do thotë hyrja në ne mund të them komplet sa i përket informacionit, kemi një ndryshim të madh, qoftë blogerëve, podcastëve, të cilët jashtëzakonisht kemi për shembull figura me emra medial që kanë luajtur edhe në fitoren e Donald Trumpit, të karconi që është si mija fjala, por edhe të jashtëzakonisht elementëve të cilët ish oficer ose kuadër ushtarak apo inteligjent të ushtrisë amerikane apo inteligjencën e tyre, të cilët kanë dhe dhënë informacione jashtëzakonisht të rëndësishme dhe kanë dalur në vijen e mbrojtjes së realitetit dhe atë çka është për interesin amerikan, pikë pari. Dhe mendoj që Amerika e para ka rëndësi për të arritur të mbrojë interesat dhe të mbrojë interesat amerikane, jo të jetë ndoshta manipuluar nga shtetet të cilat në një farë mënyrë Amerika fuqi e madhe, mendoj të jetë satelit të ndonjë fuqie tjetër, siç është rasti me Izraelin, por mendoj që ai momenti kur mund të vihet ndryshim i madh nuk e besoj. Këto kemi ndryshime të ngadalshme, të cilat mendoj që në periudhën dikon 10 vjeçare do kemi ndryshime, por këto varen edhe nga faktorë tjerë ekstern, të cilët do kemi një rivendosje të re në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare apo të një ridefinimi komplet të rendit të ri botror, të cilat mendoj dikon 3 forca kryesore do qëndrojnë paralel dhe do kenë, se të thamë, zëri tyre do jetë parafarsisht i njëjtë, dhe pastaj ja 3-4 forca nën këtë superstruktur apo strukturë jashtëzakonisht të fuqishme të një lloj trilaterale, të cilat do jenë pastaj edhe 3-4 forca të që do jenë jashtëzakonisht të rëndësishme për gjeopolitikën e përgjithshme dhe dominimin në skenën botërore. Por hëpërhëm nuk mendoj që kjo kartë izraelite do fillon të fiket shpejt. Ngadalë po, por shpejtësi të madhe nuk e besoj.
Në fakt, zoti Bilali, deklarata nga ana e Izraelit ku thuhet se lufta nuk ka mbaruar për sa kohë Irani ka uranium të pasuruar, tregon nga njëra anë se Tel Avivi e konsideron pra ende të hapur frontin iranian. Mendoni se në këtë pikë po përgatit tashmë Izraeli terrenin diplomatik për një operacion të ri kundër programit bërthamor të Iranit? Po, në Izrael kemi fragmentime të shumta, të cilat nuk është një situatë tamam ndoshta pajtimit e plot sa i përket luftës me Iranin, apo rifillimit e goditjes nga ana e IDF-it izraelit në Iran. Izraeli ka brenda një strategjie e cila tenton që të jetë forca kryesore në region dhe mundësisht të dobësoj aktorët kyç, siç është momentalisht Irani, por edhe Turqia në të ardhmen. Sa i përket Iranit, më duket që Izraeli do të kërkon të ketë më tepër aktivitete të kështu të informacionit të arritjes së zhvillimit të aleancave me element për brenda dhe jashtë Iranit, nga se në ballafaqim të drejt për drejt me duket që është problematike të del fitus Izraeli nga zhvillimi i sistemit i programit të raketave ballistike iraniane, të cilat ma janë, mund të them, një lloj fuqie që ka përcjell në regionin. Jashtëzakonisht efikase dhe në këtë drejtim Izraeli, sepse kuptohet është një territor i vogël, pa llogaritur territoret që janë të okupuara palestineze, dikon 20-21.000 kilometër katror përfshin, dhe është jashtëzakonisht rrezikuar nga ky potencial dhe gravimi i cili mund të bëhet nga operacionet e raketave iraniane. Dhe Izraeli do të tentojë që ndoshta me çështjen e uraniumit, rrezikun që paraqet Irani, meqense do thot një rrezik të tillë paraqet edhe Izraeli, sepse nuk ka ende nuk deklaron që është vend me koka bërthamore dhe nuk lën kurfar inspeksimit të organizatave ndërkombëtare që merren me energjinë atomike. Apo nuk është nënshkrues mosparapjes së armë bërthamore, ka refuzuar këtë disa herë. Dhe kjo tregon që besoj që Amerika në këtë drejtim do luante një rol të madh. Dhe të kërkonte që nga Izraeli të kërkojë që të pranojë që është vend që posedon koka bërthamore, dhe kjo nuk bëhet pa qëllim, them drejtën. Sepse atëherë realisht mund të kemi edhe forca tjera në linjët e mesme që do kërkonin që në mënyrë publike kur deklarohet Izraeli, atëherë duhet edhe Turqia, Arabia Saudita apo Egjipti, Irani po si po, mund të jenë pastaj zotrues të këtyre kokave bërthamore. Por për momentin mendoj që Izraeli tenton që përmes propagandës dhe ndihmës që mund të japet suportit nga forcat perëndimore, në aspektin diplomatik të arrijë një bindje, të krijojë një bindje të tillë që është e pamundshme pa ardhur deri te një konflikt i ri, por mendoj se kësaj radhe do jetë më ndryshe, sepse do ketë të lashet e veta Izraeli. Po shifet që me Iranin në aspektin e kualitetit, sidomos në kuptohet, Izraeli në aviacion është larg Iranit, por në sistemin e raketave hipersonike apo sistemit balistik të raketave iraniane, Irani shifet që është në gjendje të godas kurdo dhe kudo. Mirë, zoti Bilali, për të mbyllur pyetja e fundit, cilat shihni skenarët më të rrezikshëm pra në vijim nëse këto negociata do të kemi një shembull të plot pra të negociatave në ditët apo edhe në javët në vazhdim? Mendoj që do kemi edhe për ndoshta deri ka mesi i verës tensionimet të tilla. Pastaj do vim deri te situatat kur, sepse do kem goditje të tilla të cilat mund të jenë sporadike, goditje pastaj atë forma të kontrollit të anijeve dhe kuptohet ta kështu konfiskimit të atij materialit të brendshëm të teknikës së këtyre tankerëve dhe pastaj ose involvimi ndonjëherë edhe i goditjes së tyre, hapjes së zjarrit dhe shkaktimit të dëmeve të këtyre tankerëve. Por për momentin kemi një situatë
situatë ku Amerikanët dëshirojnë të krijojnë një lloj blokade për ekonominë e Iranit, e cila de facto kthehet në ekonomi në bllokim për shkak të atyre portave kuptuar ku mushën tankerët dhe pastaj eksportojnë naftën iraniane. Por kjo do ishte një rrezik shumë i madh për gjithë ekonominë globale. Mund të goditet Irani sepse shërbimet inteligjente amerikane kanë thënë që mund të çndrojë kështu në këtë formë, të çndrojë edhe 4-5 muaj. Do të thotë edhe një kohë që realisht është matje të testit e tyre, sepse ata dihet është temë ndryshe që tentojnë përmes tokës dhe detit Kaspik atje të arrin që të transportojnë pastaj naftën iraniane nga përmes Rusisë dhe vendeve aziatike për në Kinë, apo të hapja një pipilinje të ri përmes Afganistanit dhe Pakistan. Kjo ide do ndihet edhe kineze dhe do thotë për kjo do në kohë. Por mendoj që situata e tillë e tensionuar varet shumë edhe nga zhvillime tjera që mund të ketë aktorët kyç, siç thash, takimin e Peking, pastaj raportet dhe ajo që do arrin qoftë edhe përmes telefonatave, Trump-Putin, por edhe Erdogani me Trumpin mund të jenë momente të cilat mund të ndikojnë që të vijë deri te një marrëveshje e cila sadokudo i nevojitet amerikanëve për zgjedhjet e mes vitit, mes muajit i cili do jetë në nëntor, mes zgjedhjeve që do zhvillohen në nëntor, por edhe iranianëve të paraqesin nga ana tjetër që ishin vendi i parë që në një farë mënyrë e krijuan një lloj Vietnami të ri për amerikanët. Do thotë do kemi pastaj në propagandën dhe analizat në cilat mund të merren të dyja polet fitore, por në një farë mënyrë mund të jetë edhe shkurje ndoshta edhe ndonjë figure e cila mund të hub zgjedhjet me luftën në lindjen apo konfliktin në lindjet e mesme. E qartë. Mirë, zot Blali, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Atësi edhe nga ana ime. Faleminderit. Dhe mirë. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, rikthehemi në pjesën e dytë pas pak për të ndalur sërish tek lindja e mesme. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesë të dytë, ku ashtu si thash do ndalemi sërish tek lindja e mesme. Kam të ftuar në këtë pjesë të dytë gazetarin në Mosk, zotin Misha Pumo. Ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësia ime. Atëherë, zoti Pumo, do ta nisim me presidentin amerikan Donald Trump, i cili ka refuzuar propozimet e paraqitura nga Irani pranë në kuadër të negociatave mes të dyja vendeve, duke i cilësuar ato si të papranueshme. Dhe refuzimi i ofertës iraniane nga Donald Trump po shihet tashmë si një sinjal se negociatat mes të dyja vendeve pra SBA-s dhe Iranit kanë hyrë në një fazë të rrezikshme, do ta quaja, me Hormuzin pra në qendër të përplasjes dhe Izraelin të përfshirë nga ana tjetër në prapasken. Frika ndoshta për një shpërthim rajonal po rritet. Si e shihni dhe apo shkojmë tashmë drejt një dështimi total të diplomacisë dhe hyrjes në një fazë ku lufta konsiderohet alternativa e vetme pra nga të dyja palët? Keqja e këtij konflikti është se ai po hyn në monotoninë e luftës. Do të thënë po bëhet një luftë monotone, pa do të thënë një të paktën ai tuneli ku janë futur të dyja palët me shpresë që të dalin në një vend me dritë, ku që janë bisedimet e paqes, me sukses relativisht të vogël, do të thënë por mos themi që kanë dështuar fare, por gjithsesi shpresat mbeten, do të thënë tashmë të dyja palët hedhin poshtë propozimet e njëra tjetrës, por problemi është që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vetë unpredictable, nëse mund të themi anglisht, pra të paparashikueshëm në veprimet e tyre, por mos thënë pastaj për Iranin që me le të themi të udhëheqjen e re nuk merret vesh se kush komandon, a është Khomeini i biri, do të thënë, që komandon, apo janë të tjerë këshilltar të tij, do të thënë, që japin urdhra etj. Ushtarakët rreth rrotull, ka të ngjarë që pikërisht ushtarakët po bëjnë ligjin në Iran. Dhe nga njëra anë kuptohet që falenderohet Pakistani për ato përpjekjet që bën, por ka të ngjarë që bisedimet kanë hyrë në një qorë sokak dhe amerikanët kanë gjetur belan, le të themi, që se nuk din me këtë bi akord. Ndoshta ata kanë asgjësuar mes atyre që kanë asgjësuar, edhe ata të paktën
lider të Iranit që ishin në gjendje ta bënin këtë gjë. Këtë gjë kanë nënvizuar dhe në Moskë shumë specialistë që në udhëheqjen më parshme të Iranit ka pasur, domethënë, figura politike që ishin më me provoj, le të themi, në shkëmbimet diplomatike, në bisedime të ndryshme, domethënë, prandaj dhe mundësit për një kompromis me ato udhëheqje ishin më e madhe se sa tani, duke azgjësuar kupolën, le të themi, e sistemit iranian shtetëror. Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës komplikuan situatën, ata